tjetër, sepse momenti është i tillë. Fakti që Shqipëria ka hapur gjithë grup kapitujt dhe ka filluar tashmë negociatat, nuk kërkohen thjesht një listë ligjesh apo reformash që ti mund të miratosh formalisht në parlament, po do duhet jetë zbatimi i tyre dhe padyshim vullneti për të avancuar në të gjitha fushat. Procesi i integrimit evropian ndodhet në një moment shumë kritik, mendoj. Së pari, sepse kemi sot që flasim një raport ndërmjetëm të pamiratuar ende, siç është raporti i Bari, që ka të bëjë me shtetin e së drejtës, me reformën drejtësime, të drejtat themelore të njeriut, lirinë e medias dhe çdo gjë tjetër, dhe për sqaruar që ky raport është kyç për mbylljen e kapitujve. Çka do të thotë që pa këtë raport ne nuk mund të avancojmë në procesin e integrimit evropian. Ky raport tashmë është në stagnacion, do ta quaj unë, në vend numër A për vetë faktin të një votimi që ka kaluar në parlament të çështjes Balluku, ku parlamenti u përdor si mburojë politike ndaj imunitetit parlamentar. Dhe në raportin e hartuar nga Komisioni i Jashtëm në Parlamentin Evropian theksohet mjaft qartë fakti i luftës kundër korrupsionit, imuniteti, i cili është një instrument, por që nuk duhet të pengojë drejtësinë dhe do duhet që të kalojë pavonesë, ashtu si kundër janë shprehur në fakt edhe David McAllister, europarlamentari në Shqipëri, ku tha mjaft qartë që çështja Balluku është test për Shqipërinë në avancimin e procesit integrimit evropian. Në raport e kemi gjithashtu të theksuar këtë moment, i cili padyshim ka ngadalësuar procesin e integrimit evropian, sepse nuk u pengua në atë moment thjesht drejtësia për të avancuar në hetimet dhe në procesin e saj, ndaj kërkesave ndaj parlamentit, por është penguar tashmë dhe procesi i integrimit evropian.